Familja shqiptare ka pësuar transformime të shumta dhe do duheshin shumë ndryshime nga shumë aspekte, qoftë në kodin e familjes që duhen ndryshime ligjore, qoftë në ligjet sektoriale që lidhen me kodin e familjes duhen po prap ndryshime, qoftë edhe nga pikpamja sociale. Domethënë ne duhet të rimodelojmë mënyrën se si e konceptojmë familjen dhe marrëdhënien bashkëshortore në vetvete. Dhe rastet e ndarjes në shoqërinë shqiptare janë, po flas për arsyet që shkojnë drejt këtij akti, janë nga më të ndryshme dhe nga arsyet më të paimagjinueshme. Domethënë ti shikon që ka akoma sot në kohë që flasim persona që rrinë për vite në distancë, me një martesë që është formale dhe arsyeja që i mban këta persona të lidhur në distancë, por në fakt nuk janë të lidhur, janë persona të cilët nuk kanë kontakt me njëri tjetrin, janë fëmijët. Gjë që do me thënë shkakton goxha problematik tek mënyra se si fëmija rritet dhe mënyra se si e percepton familjen, sepse në momentin që krijon marrëdhënie të tilla, ti dhe brezat që rrit nga pas i rrit me një mendësi jo të mirë, me një mendësi jo të shëndetshme për shoqërinë që do të vijojë të rritet në vijim.